Do të përqendrohemi tek zhvillimet ndërkombëtare në një bisedë drejt për drejt me zotin Mentor Beqa, eksperti i njohur i këtyre zhvillimeve. Zoti Beqa, mirëmbrëma, kënaqësi që po flasim së bashku. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi gjithashtu. Si gjithmonë, çfarë po ndodh me publikimin e të dhënave nga dosja Epstein, që duket se kanë tronditur botën për mënyrën se si elita e perëndimit në fakt sillet në të vërtetë për te asaj që shfaqet. Si e keni parë këtë moment dhe këtë do të cilësoni ju si episodet ose momentet më të rënditse të këtyre të dhënave të cilat janë bërë fillimisht publike nga Departamenti i Drejtësisë, por sot ne transmetuam një lajm që një pjesë e madhe e tyre ishin hequr për shkak se zbulonin identitetin e viktimave, shpeshherë të mitur dhe detajet të cilat cilësohen si relativisht të rënda, ndërsa ka segmente politike në SBA që e kanë cilësuar këtë si daljen e dhënave ose si, po themi, mos ruajtjen e privatësisë më të madhe që ka ndodhur ndonjëherë në historinë e SBA-ve. Besoj shumë prej atyre që na ndjekin janë familjar me filmin e famshëm të Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut. Natyrisht ajo është vetëm një pamje e sheqerosur e realitetit në të cilin elitat politike dhe elitat ekonomike me sa duket kanë zhvilluar veprimtarinë e tyre. Për fat keq, ky është një fenomen me cilin njerëzit po ndishen në pikpamje empirike tani më, por është një fenomen të cilin e kemi ditur. Edhe prej shumë kohësh qarkullojnë të dhëna, prej shumë kohësh ka një debat për hapjen e gjithë dokumentacion që lidhet me veprimtarinë e Jeffrey Epstein. Dhe natyrisht që sa i përket ne si shqiptar, interesit ton si shqiptar po janë nis nga elementi më periferik i gjithë asaj që ka ndodhur. Por më i rëndësishëm sa na takon ne, pra gjithmonë afërsia me por më i rëndësishëm sa i takon hapësirës shqiptare në rajon, le të themi, është Miroslav Lajçak, i cili ishte krye negociatori ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili rezulton një fanatik i ministrit jashtëm rus, Lavrov, dhe cilin e shpreh hapur në bisedat me Epstein, në bisedat që përfshihen interesat e tyre mbi femrat, natyrisht. Dhe ne nuk e dim se deri ku dhe në çfarë mase ka ndikuar realisht Lajçak për të përthyer në favor të Serbisë negociatat ndërmjet Kosovës dhe Beogradit. Dhe keni parasysh që administrata e qeverisë së Kosovës e ka kontestuar në vijimsi publikisht rolin e Lajçak dhe të Borrell, por në mënyrë të veçantë të Lajçak. Dhe ne pam që kjo nuk ishte e pa bazë, tani më u konfirmuar në shqetësimet e qeverisë së Kosovës në raport me ndërmjetësimin e këtij personazhit tani më të anatemuar publikisht. Natyrisht në pikpamje më globale, duhet thënë që ky është një operacion jashtëzakonisht kompleks, i madh, i nëndveshëm, në dukje i shërbimeve sekrete për të kontrolluar elitat politike, jo vetëm në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Europë, në lindjen e mesme dhe në rang global. Është vështirë të vendoset gishti, por nga ato që diskutohen dhe informacionet që qarkullojnë, natyrisht që një element i rëndësishëm bazë veprimtarisë së Jeffrey Epstein mendohet që të jenë shërbimet inteligjente të Izraelit, por jo vetëm aq, edhe të vendeve të tjera, dhe së fundmi kanë filluar të qarkullojnë të dhëna edhe për përfshirjen e Rusisë dhe të Moskës. Pra kemi të bëjmë me një operacion i cili si qëllim ka patur blackmail, shantazhimin e elitës politike në funksion të përfitimeve politike për vendet caktuara dhe të përfitimeve ekonomike për personazhet caktuar, përfshi këtu edhe vetë Epstein. Natyrisht që ky është një tregues i degradimit të elitës politike dhe tregon që rritja e mosbesimit që kanë qytetarët ndaj elitave politike dhe ekonomike, që pastaj shoqërohet me shpërthimin e populizmit në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Europën perëndimore, është me të vërtetë i mbështetur, pra nuk është i pabazë, sepse elitat politike dhe ekonomike jetojnë të distancuara nga shoqëritë prej të cilave dalin, nga shoqëritë prej të cilave legjitimohen dhe vendosen në pushtet. Për te tronditjes që sigurisht
nga ana morale ka ngjallur publikimi i detajeve të tilla rrëndqetëse, aq më tepër kur pjesë e gjithë kësaj gjithë tim makabritete janë edhe vajzat e mitura. Çfarë pasojë ligjore mund të ketë nëse vazhdojnë publikohen dosje të tilla dhe si mendoni se mund të ndikohen personazhe të rëndësishëm politikës, në këtë rast presidenti Trump për shembull, i cili na del në këto pamje të mbulimit zoti Beqa? Tani, një ndër shtysat themelore të publikimit në fakt të miratimit të ligjit në Kongres dhe pastaj në Senat për publikimin e të dhënave që lidhen me Epstein ishte Thomas Massie, një kongresmen republikan i cili është anatemuar jashtëzakonisht shumë nga administrata Trump dhe të gjithë njerëzit e tij përreth. Po ashtu edhe Rand Paul në Senat. Dhe ai ka deklaruar dhe shprehur se për aq sa nuk do jetë publikimi plot i pa censuruar përveç viktimave i të gjitha materialeve dhe nëse ne nuk përballemi me njerëz të cilët do të arrestohen dhe do të shkojnë në burg për këtë lloj veprimtarie, atëherë do të thotë që kemi të bëjmë me një mbulim të këtij fenomeni, pra me një cover up, nuk kemi të bëjmë me një publikim të ndershëm që i shkon deri në fund zbardhjes së të vërtetës. Natyrisht që deri tani presidenti Trump mbetet ende i amnistuar deri diku, i mbuluar deri diku, por nëse të dhënat sugjerojnë për një përfshirje më të thellë të president Trump në këtë fenomen, atëherë natyrisht që do të përballemi me një situatë e cila do të eskalojë dhe mbas zgjedhjeve të ndërmjetme nuk përjashtohen edhe mundësi të tjera në Kongres që mund të lidhen edhe me impeachment të president. Por të gjitha këto janë ende impeachment është, po themi, që ta shpjegojmë teleshikuesve, një lloj tentative për ta shkarkuar presidentin nëse demokratët kanë pushtetin në Kongres. Një lloj mosbesimi, një vot mosbesimi siç e kemi edhe në Shqipëri, po. Mocion mosbesimi. Është mocion mosbesimi, por natyrisht në një kontekst tjetër legal, diçka që u provua edhe në mandatin e parë të president Trump dhe nuk pati sukses. Por nëse demokratët marrin kontrollin e Kongresit dhe të Senatit, asgjë nuk përjashtohet, pavarësisht se në Senat ka një instrument balance, që quhet filibuster, pra një instrument që kërkon një shumicë të cilësuar për të mbërritur deri tek mocioni i shkarkimit të president Trump. Por të gjitha këto janë hipoteza për momentin. Deri tani nuk kemi të dhëna të cilat kompromentojnë, pra nuk kanë dalë nga dosjet, të dhëna të cilat kompromentojnë presidentin Trump në raport me Jeffrey Epstein. Ndërkohë, zoti Beqa, se pash sigurisht disa teori konspirative që qarkullonin në rrjet se publikimi i dosjeve, i detajeve nga dosja Epstein erdhen për shkak se Trump refuzoi të sulmonte Iranin. Ka një lidhje midis këtyre të dyjave? Po tani ka njerëz që diskutojnë që shërbimet e inteligjencës në mënyrë të veçantë Izraeli po e përdor çështjen në raportin e president Trump me Epstein si një formë presioni për të shtyrë presidentin Trump që të sulmojë Iranin. Natyrisht që këto janë pjesë e një narrative që qarkullon dhe ne kemi parë që ka patur spekulime jashtëzakonisht mëdha me dokumentet e Epstein. Madje po qarkullojnë edhe dokumenteve të fabrikuara, video të fabrikuara me inteligjencën artificiale dhe është e vështirë të dallosh se ku fillon e vërteta dhe ku mbaron gënjeshtra në këtë gjithë histori. Prandaj edhe njerëzit janë shumë të shpërndarë në kuptimin e asaj që konfuz në raport me çfarë kanë lexuar, po. Ndërkohë, po. Me që u lidh me çështjen e Iranit. Unë besoj që ka elemente të tjerë, të cilët janë elemente edhe më substancial, që mund të ndikojnë në vendimarrjen e president Trump, pavarësisht çështjeve që lidhen me dosjen Epstein. E qartë, ndërkohë ka bisedime të premten, po kalojmë tek tema tjetër, premten bisedime SBA-Iran në lidhje me çfarë pritet ndodh në kuadër të këtij tensioni. U diskutua shumë që mund të kishte një sulm nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Iran, aq më tepër pas protestave të iranianëve kundër ajatollahëve me mira pasoja viktima, ndërsa nga ana tjetër duket sikur palët kanë gjetur disi një rrugë komunikimi gjatë ditëve të fundit teksa të premten do të takohen zyrtarisht. Tani nëse kemi konflikte që janë duke vazhduar dhe mbahen takime për të krijuar një armëpushim ose për të krijuar një ulje të tensioneve. Në këtë rast çfarë pritet duke marrë parasysh se këto dy vende nuk janë zyrtarisht në luftë, pra për çfarë bëhen këto bisedime, zoti Beqa?
Në fakt, lajmi i fundit është që ka kolapsuar diskutimi për takimin ditën e premte. Nuk do ketë një takim ditën e premte. Nuk do të ketë një takim. Atëherë ndryshojmë për shkak se është informacioni minutave të fundit, nuk ka takim të premten për bisedimet SBA-Iran. Po. Witkoff do të shkojë në Katar ditën e njëjtë, së bashku me Jared Kushner, do takojnë në kryeministrin e Katarit dhe do kthehen po në Miami, ku do bisedojnë me presidentin Trump. Por takimi i planifikuar për në Stamboll dhe pastaj i riplanifikuar për në Oman, ndërmjet përfaqësuesve amerikan, përfaqësuesve iranian dhe përfaqësuesve të vendeve rajonale, ka dështuar. Dhe kjo është konfirmuar tani më nga të gjithë personat që janë afër administratës së presidentit Trump, dhe lajmi u publikua dhe nga Axios, nga revista e famshme Axios. Dhe po ashtu është e qartë që Irani ka këmbgulur në oferta që i kanë bërë amerikanët, sipas këtyre raportimeve, me që është lajmi i fundit dhe nuk ka dalë ende. Patjetër, po. Oferta që i kanë bërë amerikanët Iranit është që duhet të diskutohen të gjithë elementet e paketës së negociatave. Pra përfshirë 1. armët bërthamore, armët nukleare, 2. range-in pra të raketave balistike, rrezën e raketave balistike, çështjen e mbështetjes së organizatave proxy dhe çështjen e ka shtuar edhe sekretari amerikan i shtetit në një deklaratë fundit, çështjen e trajtimit të qytetarëve iranian nga vetë shteti i Iranit. Dhe të katër këto pika do duhet që të diskutoheshin bashkarisht gjatë takimit. Iranianët kanë refuzuar dhe janë ofruar për të negociuar vetëm çështjen e pasurimit të uraniumit, pra të pasurimit të armëve nukleare. Çka është refuzuar, nuk është pranuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe kushti amerikan ka qenë o të gjitha o asgjë. Dhe përgjigja e iranianëve ka qenë ne zgjedhim asgjë dhe ka dështuar takimi i ditës së premte. Natyrisht që amerikanët janë ende të hapur për të rifilluar negociatat dhe mendohet që mund të riplanifikohet po ditën e premte ose gjatë javës së ardhshme, nëse palët ndryshojnë nga pozicionet e tyre. Irani me sa duket po përpiqet që të tërheqë vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës në diskutime dhe të shmang vendet e rajonit, sepse natyrisht për vendet e rajonit shqetësimi nuk janë vetëm armët nukleare, por shqetësimi janë edhe rrezeja e veprimit të raketave balistike iraniane, mbështetja e grupeve proxy e kështu me radhë. Dhe në mënyrë të veçantë, kushti që izraelitët i kanë vendosur me sa duket administratës Trump është që do duhet që nga kjo marrëveshje, nëse do ketë një marrëveshje, nuk është më prioritet vetëm çështja e armëve nukleare, është diçka që nuk diskutohet, por kufizimi i programit të raketave balistike të Izraelit, të Iranit, që u treguan jashtëzakonisht efektiv në luftën 12 ditore me Izraelin. Tani jemi në pritje se çfarë do të ndodhë, por deri para një ore ishim shumë afër bisedimeve, tani më jemi shumë afër luftës sesa bisedimeve, por mbetet për të parë se si do të zhvillohet situata. E qartë, ndërkohë, cili është interesi i vërtet i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Iran, zoti Beqa, dhe pse protestat shumë të forta me kaq pasoja të rënda atje nisen menjëherë pas operacionit të SBA-ve në Venezuelë? Është e vështirë për të vendosur një lidhje të drejtë për drejtë ndërmjet protestave masive në Iran dhe kapjes së Maduros në Venezuelë nga ana e Shtetit Bashkuara të Amerikës. Natyrisht që ka një kombinim sa i përket protestave në Iran, ka një kombinim të faktorëve të brendshëm dhe faktorëve të jashtëm. Irani është në një krizë jashtëzakonisht madhe ekonomike, një krizë uji e kështu me radhë, pra ne kemi parë raportimet se në çfarë lloj situate është Irani. Moneda ka kolapsuar, njerëzit e kanë vështirë që të blejnë, të ushqejnë e kështu me radhë. Dhe këto janë element të dukshëm. Natyrisht që ka patur edhe një organizim nga shërbimit inteligjente në mënyrë veçantë ndoshta nga Izraeli dhe Mossadi, të cilët kanë shtyrë grupe brenda Iranit për të nxitur protestat. Dhe ky është element, ky kombinim faktorësh, ky ndërveprim faktorësh të brendshëm dhe të jashtëm ka çuar në shpërthimin e
në shpërthimin e protestave në Iran. Por ajo që me sa duket nuk është pritur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli është brutaliteti shtypjes së protestave nga ana e qeverisë iraniane dhe qëndrueshmëria që ka treguar regjimi në raport me këto protesta. Natyrisht diçka që ishte paralajmëruar nga vendet e tjera që e njohin shumë mirë Iranin, qoftë Katari, qoftë Turqia e kështu me radhë, të cilët kishin raportuar që nuk ka asnjë shenjë të përçarjes të regjimit dhe përpasoj të rënjes së regjimit. Dhe nxitja e protestave do të çonte vetëm në rritjen e numrit të viktimave nga ana e civilëve, por nuk do të arrinte objektivat që kërkonin Izraeli apo Shtetet Bashkuara të Amerikës. Natyrisht që në funksion të mbërritjes së objektivave për Izraelin dhe për Shtetet Bashkuara të Amerikës, numri i viktimave në Iran nuk është dhe aq i rëndësishëm. Por protestat dobësojnë aparatin shtetëror iranian dhe një sulm i kombinuar ushtarak natyrisht që mund të rriste probabilitetin e mbërritjes së objektivave. Por edhe kjo mbetet e pasigurt dhe me sa duket pasiguria reflektohet edhe në veprimet e Shtetet Bashkuara të Amerikës. E qartë, është i rrezikuar Ajatollahu i lartë i Iranit Ali Khamenei nga një operacion i ngjashëm me ato që ndodhi me Maduro në Venezuelë, pavarësisht se ju e shikonin të vështirë një paralelizëm midis të dyja këtyre ngjarjeve, apo në këtë rast për sigurinë e liderit Iranit nuk është Venezuela, zoti Beqa? Unë mund ta shoh më të arritshme një operacion ekzekutimi ndoshta, por operacion kapje dhe ekstraktimi të liderit Khamenei nga Irani, unë e shoh pothuajse të pamundur. Janë dy realitete krejtësisht të ndryshme. Më falni. Po. Irani dhe Venezuela janë dy realitete krejtësisht ndryshme. Dhe nuk po flas vetëm në pikpamje demografike, gjeografike kështu me radhë, apo në pikpamje të regjimit që kanë diferenca të thella. Por edhe në pikpamje të qëndrueshmërisë që ka regjimi brenda. Maduron e dorëzuan të vetët, pra kishte një çarje brenda regjimit dhe Maduro u lëshua nga njerëzit e tij. Në rastin e Iranit ne nuk e kemi parë këtë dhe me siguri që nuk do ta shohim këtë, sepse natyra e regjimit që kombinon liderin shpirtëror fetar me liderin politik e bën shumë të vështirë këtë gjë. Prandaj unë nuk shoh ndonjë mundësi që një operacion i ngjashëm të ndodhë. Ajo që mund të shohim me shumë mundësi janë bombardime nga ajri me intensitet të lartë në objektivat përcaktuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, por besoj që kalkulimet që kanë bërë tregojnë që objektivat nuk mund të mbërrihen thjesht dhe kundërreagimi i Iranit mund të jetë me një kosto shumë të madhe për Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe për Izraelin. Keni parasysh që në të gjithë strategjinë përdorur presidenti Trump gjatë këtyre kohëve në politikën e jashtme, por edhe në veprimet ushtarake, është që të mbërrijë maksimumin me një kosto sa më të ulët. Në rastin konkret, kam përshtypjen që raporti i përfitimeve me koston nuk është ai që pret presidenti Trump, prandaj dhe ai favorizon më shumë bisedimet se sa luftën. E qartë. Shumë faleminderit për këto minuta zoti Beqa dhe për kohën që na kushtuat. Faleminderit për ftesën.